Përshëndetje përsëri, këtu jemi me dy grupe që sapo kemi dhënë videon pak më parë. Këtu kemi grupin 1 dhe grupin 2. Grupi 1 ka Tigrais sigur kristal, kurse grupi 2 ka Rose Quartz. Po vazhdojmë me grupin e parë. Grupin e parë që kemi Tigrais. Tre letra. Okej. Grupin e parë kemi muzën, kemi budën, kemi dhe komunitetin. Okej, vazhdojmë me muzën. Muza në këtë moment po të jep një ngritje imagjinare, të frymëzon, se është duke të frymëzuar këtë moment dhe me sa shikoj unë lëvizin ato perdet e mëndafshta të dhomës së saj dhe është e mbushur me atë ajrin, me dritën, me kreativitetin, me energji pozitive. Kjo letër të tregon që duhet të jesh shumë e shkatët të gjërave që ti je duke bërë në jetën tënde. Çdo projekt që ti po krijon, e re apo e vjetër, që mund të jetë kjo energji, është momenti tani ta vësh në punë, ta vësh në zbatim, sepse universi po të theret. Edhe muza këtë po të theret. Muzat shpirtërore, lëri të bashkohen me ju dhe të krijoni brenda të jush dhe të ngrini projekte të reja me veten tuaj, drejt qëllimit që ju kërkoni. Pse po e them këtë gjë? Sepse je duke u përpjekur vazhdimisht në projektet e tua. Në dhimbjet që ti ke këtë moment janë dhimbje lindjes, të lindjes, në thonjza por ndoshta dhe këto nuk kanë mbaruar akoma, pavarësisht se ti ke shumë dëshira këtë moment, mund të jetë kjo dëshirë në biznes, mund të jetë një dëshirë në punë tjetër, por me sa shikoj ke një blok që shkruan gjërat e tua. Duhet të jesh shumë e zgjuar për të përballuar zbaticat që po të vinë dhe frymëzimi që po të sjell kjo letër të tregon që duhet të veprosh dhe të krijosh gjëra sepse do kesh një pengesë të vogël, por kjo është e jashtme, do me thënë që nuk të nuk të shkakton shumë në frymëzimet e tua, okay? Por megjithatë duhet të përpiqesh të mos shqetësohesh shumë sepse çdo gjë është kalimtare. Do ta përballosh këtë gjendje dhe do t'i rezistosh një energji shumë të fortë që po të vjen. Tani për tani lëreni veten të kaloj në këtë gjendje dhe prano gjërat që të sjellin burime të reja. Koha është që të përdorësh ato që ti ke së shpejti në duart e tua. Vëmë tek në fakt duhet të mbyllësh sytë dhe të prekësh energjinë tënde, forcën tënde të frymëzimit, potencialin tënd të pastër dhe të dëgjosh muzikë që ty të pëlqen, meditimi, spiritualiteti dhe të fillosh të imagjinosh me mendje, me shpirt, po dhe ta thuash herë me zë, sepse universi atë të kërkojnë që lutjet e tua ti flisni me zë tani tutje. Vem te letra e dytë që është Buda e ulur, më tregon që ti duhet të meditosh, jeni në kodrat e një sfondi të mbushur me njerëz të tjerë dhe që meditojnë, të presin me padurim që ai të flasë me ty, por je ti ajo që nuk po lëviz asnjë muskull më të vogël që ti jesh gati, që të bëhesh gati për të medituar. Me sa shikoj kjo letër të tregon që kjo koha e përgatitjes së brendshme përpara se të veprosh, me sa shikoj përpara se të arrish përpara se të arrish të bësh gjëra që nuk janë të tuat, duhet të arrish brenda vetes tënde për të gjetur fuqinë në radhë të parë dhe qëllimet në çfarë drejtimi do të shpihen këto gjëra. Ke periudha të shkurtra kohore, me sa shikoj këto letra tregojnë që në pamjen tënde të jashtme janë disa pika veprimi që ndonjëherë ty të ndalojnë. Në të vërtet, megjithatë që ti po merr kohën tënde duke medituar, duke u përgatitur, duke hyrë në fuqinë tënde, unë do të thosha një këshill nga unë, mos u nxito, sepse është koha vërtet për të vepruar, por është diçka tjetër në jetën tënde, që është një forcë që ti nuk duhet të ndalosh. Nëse ndjen këtë, hezito dhe ngadalsoj lëvizjet e tua. Mos e mbaj veten mbrapa. Okay? Po në të vërtet për shkak të punës, të marrëdhënieve që mund të kesh, të përgatitjes tënde të brendshme dhe këtu shikoj që mund ta gjesh veten në një gjendje që tek këtu ndikon dikush në mendimet e tua,
por kjo ndodh për arsye sepse je ti ajo që i lejon të tjerët. Dhe ata lëvizin me guxim rreth këtyre gjërave. Është koha për të pritur gjëra të reja. Bëu gati dhe lëviz me guxim për gjërat që ti ke pritur në jetën tënde. Okej? Dhe me sa shikojmë dhe letra e tretë më tregon je brenda një shtëpie, brenda një dhome, me njerëz të tjerë, ulur në një tavolinë, duke biseduar me interes, me energji pozitive, ke shumë ikona në mendjen tënde, por dhe grupe e njerëzish në shoqëri apo kudo. Shikoj që në jetën tënde është një zile, tiban do të thosha, është një zile egjiptiane, për disa nuk e di, a e keni në përshpi tuaj apo jo, por shikoj që ke filluar të bëhesh një gjuetar dhe je duke shpjeguar ëndrat që ti po shikon këto kohët e fundit, apo një yll në qiell që ndrin më shumë nga të tjerët, apo është diçka e veçantë që kjo letër të tregon që është koha për të bashkuar ose ribashkuar me familjarët e tu, me fisin tënd, me familjen tënde, sido që ta quaj, është një komunitet që të lidh me të tjerët për qëllime dhe aktivitete të ndryshme. Me sa shikoj të gjithë keni të njëjtin mendim në këtë tavolinë, ka shumë persona në jetën tënde që duhet të hyjnë në përsëri, domethënë janë persona që mund t'i kesh në fisin tënd, që s'ke folur, ke një kohë të gjatë, dhe akoma janë ato mendimet e së shkuarës, ose mund të jetë nëna, babai, vllai, nuk e di. Me që jeni të rinj, gjithashtu mund të jeni në rrugën e tuaj në këtë kohë, jeni duhet të jesh i hapur ndaj lidhjeve, ndaj sidomos lidhjeve të reja, njohje të reja. Dhe me sa shikoj grupi një keni njohje të reja dhe kjo është një ndihmë, sepse universi këtë kërkon nga ty që ti të rizgjosh marrëdhënien, të rizgjosh talentet dhe disiplinën, të vësh disiplinë në jetën tënde, sepse shumë kohë keni kaluar, mund të kenë kaluar dhe mbi 4-5 vjet, 6 vjet deri në 8 vjet do të thosha që keni marrë jetën ose kam moshën, ose kam kohën, ose kjo, ose ajo. Unë do të thosha që me këtë letër mbylli syt dhe fillo dhe imagjino një familje. Imagjino çfarë të rrethon në të ardhmen tënde. Mblidh njerëz rreth tavolinës dhe ndihmoj veten tënde të jesh i lumtur. Hidhi një sy rreth njerëzve dhe shiko kush je në të vërtetë, çfarë individi je. Kush janë ata njerëz që do t'i japin një energji të pastër? Çfarë qëllime kanë ata njerëz në jetën tënde? Këtë duhet të kërkosh. Duhet të kërkosh që forca të thotë që fillo bëj njerëz në jetën tënde të rinj, bëj një jetë të re, fillo një marrëdhënie të re dhe lëri disiplinat e së shkuarës, vër disiplinat të reja në jetë. Është koha për një ngjarje apo një ndarje të lumtur për të zbulime të reja në jetën tënde. Unë këtu shikoj që ke lulen e diellit. Dielli po të sjell lumturinë, po të sjell pranimin, po të sjell njerëz që funksionojnë në energjinë tënde pozitive. Dhe kjo është fuqia jote, fuqia më e madhe që ti mund të kesh këtë moment, sepse të duhet, siç ta thashë pak më lart, të duhet të mbyllësh syt, të shikosh brenda vetes, të ndjesh paqen, të ndjesh mirëkuptimin ndaj njerëzve, të harish në qëllimet që ti kërkon këtë moment dhe të zbutësh pak shpirtin tënd. Pse po e them këtë gjë? Sepse është koha për të shërbyer vetes tënde. Gëzuar 14 marsin, uroj që edhe pak na ka ngelur për të hyrë në ditëlindjen apo në ditëlindjen e shenjës së dashit, duke filluar një vit të mbar, sepse nga muaji i dashit fillon viti për shenjat e horoskopit, dhe për parashikuesit që ne bëjmë tarot readerin. Kemi ditëlindjen e horoskopit në datën gjithsesi në datën që fillon në datën 21, mos gaboj, ndryshon dhe ora. Atë ditë duhet të bëni një manifestim shumë të fortë, grupi 1, për të ndryshuar gjërat brenda jush, sidomos me komunikimin. Ju përqafoj të gjithëve.